Kryeministri Edi Rama vizitoi personalisht Durrësin për të biseduar me banorët që preken nga projekti TIT, i cili synon riecimin e bulevardit historik Epidam. Takimi që zgjati rreth 2 orë u shfrytëzua për të diskutuar shqetësimet e banorëve dhe për të dhënë garanci mbi procesin e zbatimit të projektit. Jo, do ketë prishje, patjetër, projekti nuk do të ndalet, projekti do të zbatohet, por do të bëjmë një verifikim për disa shtëpi që janë trashëgimi kulturore. Gjatë bisedimeve, kryeministri bëri të qartë se do të kryhet verifikimi shtëpive me vlera kulturore dhe atyre që nuk disponojnë hipotekë, duke garantuar një rivlerësim të bazuar mbi dokumentacion dhe referencat e reja për shpronësim. Janë një grup i vogël shtëpish që nuk kanë marrë regjistrimin në hipotekë, pavarësisht se janë aty për shumë vitesh. Kështu që këto janë dy problematika që do të shohim. Gjatë fjalës së tij, kryeministri ironizoi gjithashtu përfaqësuesit e opozitës, të cilët prej disa ditësh ishin bashkuar në protestën e banorëve, duke i cilësuar disa prej tyre si të fokusuar vetëm tek interesat e ngushta politike. Kemi folur rreth 2 orë gjysmë dhe ata e kanë hallin. 35 të tjerë atje që nuk përfaqësojnë as qytetin, as qytetarët, po përfaqësojnë vetëm hallin e një 80 kusur vjeçari të rrjedhur nga çdo lloj rruge të arsyes, krijojnë situata që janë qesharake dhe që tregojnë se ku është katandisur ajo farë partie. Ky takim vjen pas përplasjeve të ditëve të fundit mes banorëve dhe forcave të policisë, të cilën tentuan të ndërhynin gjatë një mbledhje të Këshillit Bashkiak. Rama u shpreh se projekti do të vijojë, ndërsa çdo shqetësim i qytetarëve do të merret në konsiderat përmes rivlerësimit dhe konsultimeve të drejtë për drejta. Ndërkohë Bashkia e Durrësit u ka bërë thirrje banorëve që deri me 16 shkurt të lirojnë vullnetarisht banesat e tyre në mënyrë që të vijojnë zbatimin e projektit.